Në një kohë kur teknologjia po bëhet e pjesë e pandashme jetës së përditshme të fëmijëve, një fenomen shqetësues po shfaqet në sistemin arsimor në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit lexojnë, por nuk e kuptojnë atë që lexojnë. Një studim i realizuar në mars dhe prill 2025 në 10 shkolla të Shkupit me 1288 nxënës të klasave të 4-ta dhe të 8-ta, nxjerrën në pah një rrënje serioze të aftësisë të kuptuarit të tekstit. Sipas këtij studimi, nxënësit që kalojnë më shumë kohë në telefonat e tyre nuk lexojnë libra dhe nuk merren me aktivitete sportive, ndërsa si pasojë arrin rezultate dukshëm më të dobta. Këtë dukuri shqetësuese e ka komentuar për televizionin Shenja profesorin Naser Miftari. Ai theksoi se plan programet të kërkojnë një qasje tërësisht të ndryshe nga ajo se çfarë është deri tani. Sipas tij, tekstet shkollore do e mos e duhet të ndryshojnë me qëllim që, siç tha profesori, të përshtaten kohës së teknologjisë. Pra e para që duhet bërë është të mblidhen të gjithë ekspertët, të mblidhet fella intelektuale, profesionale në, ta them, sektorin e edukimit dhe arsimimit. Të ndryshohen të gjitha metodat, mjetet apo gjitha plan programet të jenë në hap me të cilën neve do të konkretizojmë një diçka në të cilën do të bëjmë më të mirën të mundur që gjeneratat e reja të ndjekin shkollimin. Miftari thotë se ndikimi i teknologjisë është i pashmangshëm tek nxënësit, por ai tha se ekziston gjithmonë stimulim nga ana e mësimdhënësve që ata mos të ndahen nga libri, në të kundërtën, alarmon se gjendja në arsim do të bëhet akoma më e rëndë. Është vërtet problematike të thuhet se sistemi arsimor është në nivelin e duhur. Përderisa shkolla nuk bën, ta them, hapin ku do të jetë gjithnjë më interesant për fëmijën, për nxënësin, për gjeneratën e re, ajo do të jetë një dështim në hapat e veta. Kujtojmë se ky studim është e kryer nga një ekip nga Instituti për Kërkime Sociologjike dhe Politiko-Ligjore në mars dhe prill 2025 në 10 shkolla në 2 komune të Shkupit, të gjithë nxënësit e klasave të 4-ta dhe të 8-ta të pranishëm ose një total prej 1288 fëmijësh janë testuar.